Pas 2 dështimeve, 120 deputetët e Kuvendit të Kosovës tashmë janë betuar. Në Kuvendin e Kosovës u mbajt për herë të tretë seanca konstitutive për verifikimin e mandateve të legjislaturës së 9. Në këtë seancë, 120 deputetët e rinj dhanë betimin e tyre në Kuvend për të filluar mandatin e tyre 4 vjeçar. Unë, deputet i Kuvendit të Republikës së Kosovës, betohem se me nder e me përkushtim do të kryej detyrën time dhe do të përfaqësoj me dinjitet popullin, do të punoj në interes të Kosovës dhe të gjithë shtetasve të saj. Do të angazhohem për mbrojtjen dhe për respektimin e kushtetueshmërisë dhe të ligjshmërisë, për mbrojtjen e sovranitetit, tërësisë territoriale dhe të integritetit institucional të Kosovës, për garantimin e lirive dhe të drejtave të njeriut në përputhje me ligjet e vendit. Betohem. Pas këtij betimi solemn, pika tjetër e rendit të ditës ishte zgjedhja e kryetarit të Kuvendit, ku lëvizja Vetëvendosje si partia e parë fituese propozoi Albulena Haxhiun për kryetare të Kuvendit. Haxhiu 2 herë dështoi të zgjidhet kryeparlamentare e Kosovës, por asaj votuan vetëm 57 deputet. Pas dështimit të dytë, kryesuesi i seancës Avni Dehari ndërpreu seancën duke e shtyrë për të hënën. Kryetari i nismës Fatmir Limaj ka thënë se shumë shpejt do të konstituohet Kuvendi dhe qeveria. Tani më Kosova ka parlamentin, tani më Kosova ka deputetet dhe deputetet jam i bindur dal nga dal do të gjejnë rrugë për hapat e tjerë. Jemi hyrë në fazën e konstituimit të Kuvendit, edhe unë besoj që shumë shpejt edhe këto pjesë tjera që kanë mbetur pa përfunduar do të përfundojnë dhe mbetet që sipas ligjit dhe kushtetutës të konstituohet Kuvendi dhe qeveria ashtu siç e kërkon ligji dhe kushtetuta. I falenderoj shumë. Ai nuk u përgjigj pyetjeve të gazetarëve pse 3 votat e nismës ishin abstenim për propozimin e lëvizjes Vetëvendosje për postin e kryetares së Kuvendit. Në përputhje me kushtetutën, presidentja Vjosa Osmani do t'i ngarkojë lëvizjes Vetëvendosje formimin e qeverisë, e cila do të marrë 61 vota në Kuvend për të kaluar.